Dhe në fakt mjaft të lumtur duhet jenë sot edhe ata që kanë marrë si dhuratë për vitin e ri një këngë me dedikim. Pra një këngë për ty. Ashtu siç titullohet edhe një program i Top Channelit i cili ka sjellë në skenë fëmijë mjaft të talentuar. Fëmijë të cilët edhe tani do të zbresin në skenën tonë dhe do të na i zbukurojnë atë. Për më tepër ndjekim një këngë për ty. Mirëmbrëma, buonasera. Faleminderit. Ujda, çfarë ka për qeshur? Më godolisin flokët. Atëherë, sonte në një këngë për ty do jenë konkurrent të troppo forti. Ne do përpiqemi t'i komprendojmë në këto momente ku ata kanë thënë. Ujda, çfarë ka për qeshur? Më godolisin flokët. Ne do përpiqemi t'i komprendojmë në këto momente të vështira dhe t'i qëndrojmë pranë emocioneve që ata stanno vivendo. Mirë, jeni të mrekullueshëm. Atëherë, pa humbur tempo, ftoj me njëherë grupin e parë që është grupi A! Unë kam një pyetje me spec. A keni dashnar? I qalafe thurpi. Jo, unë nuk kam dashnar se unë get me barë pastaj. Më lejoni që t'ju bëj një pyetje pak më të thjeshtë. Keni puthur ndonjëherë me lap? I qalafe thurpi. Kam një pyetje për teta Wedën. Se që si dele. Më kanë thënë që ngjaj seksi. Okej, ndjekim grupin A! Hej! Ajdi, vajdi, kej! Venje! Venje që kam thurp. Venje. Hej! Aj bërën e ke gej, ftyrën e ke long, bysë e ke okej. Hej, Ajdin, frajën e ke gej, ftyrën e ke long, bysë e ke okej. Hej! Dile papanicën, zeshe majicën, sa ta shopakcicën. Ej! Dile papanicën, zeshe majicën, sa ta shopakcicën. Ula! Bravi! Bravo! Kaloni te vendi juaj. Nëse doni të votoni për grupin A, shkruani hapësirë në numrin tim të celularit. Ndjekim tani këngëtarin e dytë, që është tepër i veçantë, e molto speciale, është këtu tra noi. Ta të bëj një pyetje unë ty. Ke dashnor ti?
Edhe babi im të pëlqen shumë ty. Sa të shikon ti puth mamin. Është seksi. Atëherë ndjekim Gonin e vogël me duar të gjata të bëj interpretimin e tij stanote. Se kam emocione. Në jetën time ka qenë një çast kur unë për ty pata nevojë. Jo për të tua gjeste fjalë, por ti pranë meje më qëndroje. E kundër ta ndodhi i kela. Kush banja se më shpëtoj qiqi? Apo ta mbaj me dorë? Mbaj. Po e mbaj me... Po se kënga quhet, Të ulem atje. Duro dhe pak. Unë nuk rrim. Atëherë nëse doni të votoni për Little Goni, shkruani hapësirë në numrin tim të celularit. Grazie. Dhe vazhdojmë me konkurrente ultimo. Brigilda. Si e Brigilda? Doja të bëja një pyetje të vogël para se ti të këndosh. Do martohesh ti me mua? Larg qoftë. Po pse? Pse? Minimumit kesh ja $1 milion në llogarit paktën. Qënë ka si unë. Atëherë ndikim interpretimin e Brigildës, vaj. Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Brava! Atëherë, ftojmë konkurrenti. Venite këtu. Nëse doni të votoni për Brigildën, shkruani hapësirë në numrin e Wade's celularit. Arritëm në fund të emisionit dhe për sot, do shpallim fituesit, por para se të shpallim fituesit, i t'i pyesim edhe një herë konkurrentët çfarë kanë për të dire. Unë do të vetë shpejt në banjë. Okej, Little Goni u skualifikua. Pse? Mo dhe poshtë për një shurtio. Atëherë do këndojmë kalamaja? Po, do këndojmë prandaj tash. Këngën e fund vitit. Këngën e vitiriut. Kana erdi vitiri, sa jam i gëzuar, por si unë është do fëmi, për ta festuar. Por as bardit e bëtej, e një ber mëngjeli, vitiri do të na gjel, në një gjysë gjeli. Vitiri do të na gjel, në një gjysë gjeli. Andiamo! Gjagji,
Soj publicitet atje. Publicitet. E shikon. Dë fjalë